Ndiqeni pak me vëmendje këtë video që po shihni. Shiheni pak të personazh që ecën në rrugët e një prej qyteteve të vogla, pra qytetave të vogla të New Jersey, English Town, quhet John Alite. Shiheni pak videon dhe ju them se historia e tij është një prej historive më të pabesueshme të një njeriu që nisi si një nga kriminalët dhe gangsterët e rrugës të një prej familjeve më problematike të New Yorkut dhe sot është këshilltar bashkiak në këtë qytet të vogël të New Jersey. Shihni pak videon. Po si ka ndodhur ky transformim i John Alites, ti personazhit çuditshëm, i cili u transformua nga një njeri i krimit dhe i drogës në një prej këshilltarëve bashkiak të kësaj qyteti të vogël. Është e pabesueshëm rrëfimi i tij, unë do mundohem t'ju tregoj duke nisur nga eksperienca personale. Diku rreth 7-8 vjet më parë, eksakt nuk e kujtoj kohën, një shqiptar amerikan, i cili shkruante anglisht me një numër amerikan, më kontaktoi për të folur për një intervistë. Më tha që ishte një ish përfaqësues i botës krimit që i takonte familjes kriminale Gambino dhe që më pas ishte penduar për këtë dhe donte të jepte një intervistë. Duke pasur një lloj alergjie për njerëzit e krimit dhe lloj bezdie ndaj tyre, u mundova ta shmangja, por insistimi i tij qej fort dhe u ula me të për një kafe. Gjatë bisedës me të, gjatë rrëfimit tij u impresionova dhe në fakt vendosa që ta marr një intervistë për mënyrën se si ai e trajtonte të shkuarën e tij dhe për atë se si mundoi ta përcillte mesazhin e tij të fortë. Mesazh i cili arriti ta çojë atë në Këshillin Bashkiak të English Townit tani në New Jersey. Zhvillova një intervistë me John Aliten disa vjet më parë, mund të gjendet në YouTube në emisionin Opinion. Dhe ishte jo vetëm shumë e shikuar, jo vetëm shumë interesante, po më bëri përshtypje që ai ishte shumë i drejtë për drejtë në rrëfimin e tij. Tani po i kthehem unë rrëfimit të John Alites. Sipas të dhënave të ChatGPT-s, mundojmë të referohem asaj, John Alite ka lindur në Queens të New Yorkut në 30 shtator vitit 1962. Familja e tij ishte nga Gjirokastra, familje shqiptare, sepse pikërisht kjo është historia. Familja shqiptare nga Gjirokastra emigruar para luftës së dytë botërore që ishte vendosur në Queens, New Yorkut. Ai lindi në vitin 1962 dhe u rrit në një lagje që dominoi dhe ku heroi i cilës, fatkeqësisht heroi i cilës, ishte bosi i familjes Gambino, bosi më i dhunshëm që kjo familje ka pasur gjatë gjithë historisë saj, që quhej John Gotti. Historia është shumë interesante. Familja Gambino është një familje mafioze italiane, ju besoj e keni shumë të afërt përmes imazhit të Godfatherit, pra të rolit të Marlon Brandos në Godfather, që është eksaktësisht Carlo Gambino, themeluesi i familjes, një djalë që vinte nga Corleonia e Sicilisë. Carlo Gambino ishte bosi i parë, ju munduat mos kishte probleme me qeverinë, me njerë pas tij erdhi Paul Castellano, një bos që e quonin intelektuali, që vishej mirë, kishte një përqasje tjetër, por që për fatin e tij të keq dhe për fatin e mirë të New Yorkut, ra në rrjetën e prokurorit asaj kohe të New Yorkut, Rudy Giuliani, i cili më pas u bë dhe kryetari i bashkisë së New Yorkut. Paul Castellano u zbulua, si thuaç, përgjimet e tij ranë duart e FBI-t dhe vendosi vetë organizata e tij mafioze Gambino ta ekzekutonte. Paul Castellano u vra në vitin 1985, mos gaboj, dhe mendohet që njëri prej dy vrasësve ka qenë me origjinë nga Tropoja, por ai u vra ndërsa dilte nga një steakhouse. Ndërkohë që menjëherë fuqinë dorë mori John Gotti. John Gotti ishte më i dhunshmi i të gjithë bosëve të krimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më i dhunshmi i familjes Gambino. John Alite u rrit së bashku me djalin e John Gottit, John Gotti Jr., i cili ishte John Gotti Jr., po besoj që ishte njëri shumë i afërt i tij. Pak nga pak ai u përfshi në karrierën e tij në vitet 80, në karrierën e tij si një bos i mafjes, si njeri i cili filloi të vriste, të rrihte, të shantazhonte në emër të John Gottit. Po i referohem sërish të dhënave, sipas asaj që ai ka dëshmuar, ai ka qenë i akuzuar për 2 vrasje, ka qelluar
mbi 30 a 40 persona dhe ka rrahur mbi 100 tjerë me i shkop bejsbolli. Ai ishte një prej mafiozëve dhe njerëzve të afërt John Gottit më të dhunshëm të asaj kohe dhe kjo tërhoqi menjëherë vëmendjen. Por ai u arrestua në vitin 1990 në mos gaboj, po shoh vitin eksakt që t'jem eksakt. Ai u arrestua dhe u në një farë mënyrë u përpunua nga drejtësia amerikane dhe u dëdrua shumë me gjatë historia e tij, s'po i përfshi të gjitha. U bë një, po i quaj, i penduar, pentito thon italianët, dhe në vitin 2008 ai u bë dëshmitar i prokurisë kundër familjes Gambino. Duke u bërë dëshmitar dhe duke treguar me zemër të hapur gjithçfarë kishte ndodhur, ai arriti të dënoi 10 vjet, por të bënte vetëm 5 vite burg dhe u lirua në vitin 2012. Bëri vetëm 5 vite burg nga 10 për arsye të bashkëpunimit me drejtsinë. Që nga ajo kohë ai filloi të kishte një jetë tjetër. Filloi të merrej me të shkruante libra, ku tregoi historinë e tij, ndër të cilat është edhe kishte disa libra në cilët në fakt përfshihet njëkohësisht ai filloi të merrte pjesë në emisione televizive ku fliste për rolin e mafias dhe dhunën që ai ushtronte, u bë konsulent në një serish të Netflixit, dokumentarëve të Netflixit dhe filloi të ishte mjaft aktiv në komunitet për t'i shpjeguar komunitetit rrezikun e mafias dhe për t'ju thënë të rinjve mos shkoni te mafia, mos u bëni kriminal, mos u bëni vrasës. Çdo gjë e tillë nuk ju sjell asnjë lloj përfitimi. Ai filloi të merrte me shumë fjalime motivuese, sidomos me komunitetin kundër drogës, është republikan i regjistruar. Kjo gjë të roqi vëmendjen e kryetarit të bashkisë të English Town në New Jersey, i cili mendoi që John Alite mund të ishte një këshilltar i mirë i emëruar. Dhe çfarë thot ai? Është shumë interesant. Ai kishte dëgjuar John Aliten që thoshte influenca e drogave në qytet është e tmerrshme, si fëmijë isha e pjesë e asaj dhe tani kam një shans për ta ndryshuar atë, pra çështjen e drogës. Dhe kryetari i bashkisë së English Town, Daniel Francisco, thot, unë mund të gjykoj vetëm sipas asaj që di. John është një njeri që është i shpejt për të qenë i hapur dhe miqësor, ka përvojë dhe një lidhje të gjerë me botën politike dhe biznesin. Ai ndan një vizion për zhvillimin dhe qendrën tonë lokale dhe unë mendoj se do të jetë një fryt dhe i shumë i frytshëm në këtë përpjekje për të riformuluar peizazhin e komunitetit tonë. Po, pyetja e parë ishte, a mundet një njeri me një të shkuar tillë, kaq kriminale, të kthehet në një këshilltar bashkiak dhe një frymëzim për të rinjt? Me sa duket, po. Kjo ka qenë dhe filozofia e kryetarit bashkisë së English Town. Dje pata një telefonat me John Aliten për ta pyetur si kishte ndodhur ky emërim dhe për ta uruar natyrisht, më duk shumë entuziast. Shumë entuziast është dhe në videon që do shihni në fund momentin e betimit të tij, por në fakt ajo që është gjëja më e rëndësishme në këtë histori është që historia e John Alites është gati e paimagjinueshme. Nga një prej kriminalëve të rrugës, nga një prej mafiozëve të rrugës, nga një prej njerëzve të dhunshëm të rrugës, në një njeri që denoncoi këtë dhunë dhe një njeri që ju lutet të rinjve që të mos të përsërisin kur rrugën e tij. Histori e rrallë kjo e John Alites. Po histori që mund ndodhi vetëm në Amerikë. I, John Alite, do solemnly swear that I will faithfully, impartially, and justly perform all the duties of councilman for the borough of Englishtown to the best of my ability, and that I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New Jersey, and that I will bear true faith and allegiance to the same, allegiance to the same, and to the governments established in the United States and to the government established in the United States and the State of New Jersey, and the state of New Jersey, under the authority of the people,
with authority of the people. So help me God. So help me God. Congratulations.